Shkodra mikpriti në një mbrëmje të veçantë muzikore kryeveprën e Antonio Vivaldit, 4 stinët. Koncerti u mbajt në kishën e Shën Franceskut dhe solli tingujt magjik të muzikës baroke për të gjithë adhuruesit të artit. Orkestra e njohur Albanian Chamber Orchestra, në drejtimin e violinistës virtuoze Abigaila Voshtina, solli një interpretim të jashtëzakonshëm të kësaj vepre ikonike. Ngjarja është pjesë e programit Simfoni Pranverore dhe vjen si iniciativë për të promovuar artin dhe kulturën. Vivaldi është autori perfekt, ashtu siç është edhe Tartini, sepse kanë qenë kapelmaestra nëpër kisha, kanë shkruar siç e dim, Vivaldi ka jetuar në kishën della Pietà, e cila ishte gjithmonë për vajzat të cilat ishin pa familje ose ishin në familje shumë të pasura që nuk i mbanin dot, dhe kanë nxjerr mbi 600 vepra duke shkruar për to. Vivaldi vetë ishte prift, fatkeqësisht nuk mundi asnjëherë ta kryente meshën, sepse nuk ishte në gjendje, kishte një problem me pulmonet, me mushkërit dhe nuk arrinte dot të ishte në gjendje ta bënte. Por kjo na solli neve benefitin që sot kemi një nga shkollat më të mira violinistike, ashtu siç është ajo le të themi shkollës veneciane, siç është Vivaldi dhe Tartini, siç u thash më përpara. Mendoj që muzika është e bekuar, muzika klasike është e bekuar, çdo lloj muzike, por muzika klasike është shkruar për kishta, që nga koha e Bachut, ku edhe duelet muzikore ndodhnin në kishë, sepse ju keni një organ shumë bukur, më bëhet shumë qefi. Zakonisht ka pasur 2 organo, në të cilën 2 kompozitorë të asaj kohe hidhnin duelonin njëri tjetrin me tema të ndryshme dhe me virtuozitetin që ata kishin. Shkodra ka qenë epiqendra e kulturës, sepse ne nuk duhet harrojmë që shkolla e parë e muzikës lindi këtu në Shkodër, dhe ne kemi Cezaden, Tonin Arapin, Pjetër Gacin, veprat e para, operat e para shqiptare, siç është Mrika, domethënë Prengjakovës, gjithçka ka buruar nga Shkodra. Dhe kjo është pasuria jonë më e madhe dhe nuk diskutohet që Shkodra duhet ta mbajë lart, duhet të krenohet me atë që ka dhënë popullit shqiptar dhe identitet kulturor që na kemi. Shqipëria duhet të ketë strategjinë e saj të mbështetjes së muzikës klasike që ajo të jetë një potencial turizmi, siç e ka Venecia në Itali, thot Voshtina. Nuk është asnjëherë mjaftueshme sepse sot jetojmë në një botë digjitale e cila nuk na lejon neve që të kemi momente intime siç është muzika klasike. Është një muzikë e cila nuk tërheq vëmendjen e të gjithëve. Kështu që do duhej që me të vërtetë të incentivohej kjo gjë, të ishte, do të thënë, pse jo, të ishte edhe një formë e turizmit, edhe muzika klasike. Ashtu siç sot e ka Venecia, në çdo kishë Venecias, do gjesh të interpretuar këtë pjesë apo diçka tjetër e cila i ofron turistëve në atë 1 orë, 3 orë, 2 ditë që jetojnë në Venecia, një pamje të tërës, asaj që ishte, domethënë, le të themi, kultura e atij vendit. Kështu që pse jo në Shkodër? I frymëzuar nga pikturat e peizazhit të artistit italian Marco Ricci, Antonio Vivaldi kompozoi 4 stinët afërsisht në mes 1720-23 dhe i botoi ato në Amsterdam në 1725. 4 stinët përbën nga 4 koncerte, Pranvera, Vera, Vjeshta dhe Dimri, secila në një formë të veçantë. Në thelb ajo ishte si një poem për natyrën, ku ajo mundua të realizonte tingujt e 4 stinëve. Pranvera është një pjesë që shpesh përdoret për ceremoni të rëndësishme dhe vazhdon të konsiderohet një nga perlat e muzikës klasike. Referuar shkrimeve që nga botimi, muzikologët e konsiderojnë 4 stinët e Vivaldit si një ndër muzikët më të guzimshme të programit të shkruar ndonjëherë gjatë periudhës baroke.